Në këto ditë të nxehta vere, hapësirat e gjelbra dhe freskia janë gjithnjë e më të nevojshme në zonat urbane. Në komunën e Vitis, qytetarëve po u krijohen më shumë ambiente të tilla përmes mbjelljes së drunjve dekorativ. Pamjet që po e shihni, drujt dekorativ që e kanë hijeshu sheshin e komunës Vitis dhe jo vetëm, janë pikërisht rrjedhuj e punës dhe filozofisë së qeverisjeve aktuale dhe qeverisjeve të mëhershme në mënyrë që qytetarët me pas të lehtë, të qasshme mënyrën e operimit dhe kushtet në të cilat ata operojnë, punojnë, pushojnë dhe veprojnë. Gjithashtu komuna është duke rregulluar edhe hapësirat e gjelbruara dhe fontanat, punim me këto që janë në fazën përfundimtare. Musliu thot se synimi është shtimi sipërfaqeve të gjelbra duke shfrytëzuar hapësirat e disponueshme. Komuna Vitis menaxhon me 10 hektar hapësira të hapura publike, të cilat shumica absolute të tyre janë hapësira të gjelbërta, të cilat ne si drejtori mirëmbajmë në baza ditore. Gjithashtu në kuadër të kësaj kujdesemi që përveç mirëmbajtjes rutinore ditore që është detyrë për shkrimi punës së drejtorisë sonë, të shtojmë diçka që është cilësisht e mirë për qytetarët e komunës Vitis, që në këtë rast janë edhe këto fontana, të cilat jemi në fazën finale të rregullimit të tyre, e të cilat shërbejnë edhe për freskim, po edhe për pamje të mira. Edhe qytetarët vlerësojnë se krahasuar me shumë komuna të tjera, Vitia ka një nivel më të mirë të gjelbrimit dhe ambiente të rregulluara përgjatë sheshit kryesor. Puna me gjelbrimin tonë është të menaxhuar shumë mirë. Ku të këshirë shambull drojt, janë tej për fantazia. Ka të këshirë në përsheshe, sidomos ka të këshirë në Vitis, drojt janë shumë të mira. Gjelbrimi sa tjeta njeri qash ma shumë vynë shambull, dhe du të mu mojt e krejt, e me mbjell tri e krejt. A më tash për tash në shumë nivel të mira. Ka përmisime në këtë aspekt, do më honë vrej që ka përmisime, po normal duhet të ndë të punohet. Ka edhe mundësi që të punohet të ndë, edhe të rregullohet ende ambienti. Tu gëtitur se ambienti shëmullosh një element shumë do me thonë për faktorin e ri edhe për gjithë. Vitia në kohët e fundit dhe se vitet e fundit njëra prej qyteteve që ka marrë një farë lloj peizazhi shumë të gjelbrimit, e ka atë aspektin e një kategorie të urbanizume që radhitet ka gjë me një farë nivelit lartë, me një farë aspektit të ekologjisë. Tu fillon me pastrimin e ambientit, me mbjelljen e drojve, me mbjelljen e luleve, për shembull, zbukurimit dhe pastrimit kështu me radhë, saqë ka arritur në farë forme që tamam fokusi e vetëdijësimit qytetarëve më ngrit shumë më lart se sa në dekadat e fundit. Megjithatë, qytetarët kanë edhe vretje sa i përket menaxhimit të mbeturinave. Ata thonë se në disa pjesë të qytetit mbeturinat hidhen në vendet e papërshtatshme, ndërsa kontejnerët nuk pastrohen mjaftueshëm shpesh. Mbeturinat është ku qosh më mëngjes, ti nuk ka hecë të pari për mbeturina në një pjesë që nejna për atharejke, si dhojna na. E ma nejna nuk dalë shpesh, a mon që ne mbje me orë për det, e ishëm mbeturinat qantë, fill katastrofi bojna, ato kontenjerat e ketë. As dalin me komi e, ka qysh tek se di. Tash verës në temperaturat larta, rrinë beturinat një kohë gjatë, ato kontaminohen, edhe normal që s'është e shëndetshme. Ato do të, sipas mendimit tem, do të gjënis tek atëror të mirën. Dhe dërgohen në depot ku janë adekvate për to. Drejtoria përkaqe edhe qeverisja lokale me i bë presion kompanive të cilat kanë legitimitetin për marrjen e mbeturinave, që ata me pas një përgjegjësi dhe në ndërgjegje më të mirë rreth grumbullimit mbeturinave. Drejtori i shërbimeve publike Artan Musliu thot se gjatë muajit prill është zhvilluar një aksion për largimin e mbeturinave dhe pastrimin e hapësirave publike. Megjithatë, ai pranon se gjendja ende nuk është në nivelin e dëshiruar. Sipas tij, kjo lidhet edhe me faktin se komuna funksionon në partneritet publiko-privat me kompaninë regionale për grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave Ekohigjena, e cila ofron shërbime edhe në Viti. Për çdo ditë del në përkejt hapësinat publike në mënyrë që me i tërheq mbeturinat, në ndërkohë që numrin e kontenerëve të cilët ne e kemi siguruar si komunë e Vitis dhe të cilët jemi duke i shpërndar falas për qytetarët e komunës Vitis është 1650. Këto 1650 kontenerë
kanë fillu me pas efektin e vetë me njëhershëm, për shkak se ekohigjiena në bashkëpunim me neve si drejtori, kemi fillu me i shpërndarë tek qytetarët janë shumë të interesuar me u regjistru, dhe kësaj të zvogëlojmë numrin e mbeturinave që hudhen në vendet pa autorizuara dhe të sigurojmë një ambient të pastër dhe të sigurt për krejt neve. Ekohigjiena e ka orarin e mbledhjes së mbeturinave, në secilin lokalitet shkon një herë në javë. Musliu ka bërë të ditur se është marrë vendim për themelimin e një ndërmarrjeje publike lokale e cila merret edhe me menaxhimin e mbeturinave. Sipas tij, kjo pritet i mundësoj komunës një menaxhim më efikas të këtij sektori me më shumë kontejner dhe një ambient më të pastër për qytetarët.